Ja ku janë 15 nënshkrime të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Edhe besoj që kjo është dashur apo mbyll gjithë debatin politik në Kosovë. 15 nënshkrime të LDK-s, 15 nënshkrime të LDK-s, e pësojmë më vonë, mos u lodhni hiç. Saktësi kemi pas korum për të filluar seancën e jashtëzakonshme, sepse seanca ftohet me 40 nënshkrime, edhe ishim të pranishëm më shumë se 61 deputet për quorumin për të filluar seancën. Sa i përket pyetjes se a presim që nesër të vinë deputetët, sigurisht të bëj thirrje që të marrin pjesë në seancë edhe të shmangim edhe një palë zgjedhje të reja. Ky është një puç kushtetues. Kjo çka ka ndodhur sonte, veç ka ndodhur shkelja e kushtetutës. Është hinë procedurë të votimit, çështja e zgjedhjes së presidentit apo presidentes në mënyrë kundërkushtetuese. Dhe kjo praktik duhet ndërpritet. Duhet ndërpritet me qëllim që truhet stabiliteti politik, truhen institucionet e vendit. Në të kundërtën, sigurisht se ka rrezik, edhe ky rrezik ka adresë. E adresa e kësajna është lëvizja vetëvendosje dhe zoti Kurti. Unë nuk dëshiroj, nuk du me besu që me prodhu situatë që veni me shku në anarki. Kem ftesë për nesër në ora 10, mirë po ne konsiderojmë që nuk jem plotësu kushtet që të kalohet në rundin e dytë. Ja ku janë 15 nënshkrime të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Edhe besoj që kjo është dashur apo mbyll gjithë debatin politik në Kosovë. 15 nënshkrime të LDK-s, 15 nënshkrime të LDK-s, e pësojmë më vonë, mos u lodhni hiç. Edhe më mirë. 15 nënshkrime të LDK-s, 15 nënshkrime të LDK-s për kandidatin e propozuar të LDK-s. Me qenë sekretet, unë këto nënshkrime s'kam dashur të bëj pjesë të lojrave politike, sepse janë serioze. LDK-ja megjithatë vepron në mënyrë shumë institucionale, prandërit e unë, dhe është serioze në qëndrimet e veta politike. Nuk propozon diçka LDK-ja çfarë s'mund të qëndroj prapa politikisht. Për kandidatin e propozuar nga LDK dhe siç kam thënë nga herën e kaluar mund të ishte edhe Vjota Osmani. Natyrisht ju dini tashmë qëndrimin e Lidhjes Demokratike të Kosovës është i pandryshueshëm, është konsistent që nga dita e parë deri më tani. Madje lëvizja vetëvendosje është zotuar që nga takimi i parë që nuk do të ketë kandidatura të impunuara siç e kemi pasur 4 kandidatura deri më tani. LDK-ja ka bën thirrje në vazhdimisht që vetëm mënyrë për zgjedhur presidentin e ardhshëm të Republikës Kosovës është nëpërmjet një marrëveshje politike. Edhe për këtë marrëveshje politike kemi pasur një propozim, kemi pasur një zotim, kemi pasur një qëndrim të cilën lëvizja vetëvendosje nuk ka konsideruar të denjë ta respektoj. Prandaj këtu janë, le të themi, shfaqje monopartiake që nuk i shërbejnë demokracisë, nuk janë të denja për Republikën e Kosovës dhe po na dërgojnë drejt zgjedhjeve të reja të radhës për shkak se një parti politike nuk e kupton kompromisin